Final Four nisi rrugëtimin e tij për të tretin edicion radhazi në fundjavën që lan pas, me 2 takimet e para të këtij mini turneu, i cili do të përcaktojë skuadrën kampionet e Shqipërisë. 4 skuadrat që kishin bërë më mirë gjatë 36 javëve të sezonit të rregullt, nisën sprintin final me pikë të përgjysmuara për 3 javët e fundit dhe më përcaktueset. Sfida e parë e këtij edicioni të Final Four vinte përballë njëra tjetrës 2 skuadra me histori, si Vllaznia dhe Dinamo City. Shkodranët e mbyllën sezonin në vendin e parë si kryesues të kampionatit, ndërkohë që Dinamo City nuk shkoi më lart se vendi i 4. Kjo ishte hera e 7 këtë sezon që këto 2 skuadra përballeshin me njëra tjetrën. Përqendrim maksimal në të dyja kampet, fokus, por mbi të gjitha fair play. Nesër parë Final Four është një nga evenimentet që normal ka rëndësinë e vet, sepse shpalltitur një kampion, pra luftohet skema është komplet e ndryshme nga ajo që ka në paktën në këto 2 vitet e fundit, kështu që vim në ndeshjen e parë. Ndeshja e parë normal ka rëndësinë e vet për të dy skuadrat, sepse është me grumbullim pikësh. Dhe kërkohet korreksim maksimale për pjesën e fair play. Atë duke uru sukseset të dy palëve. That's smart. It's also my forces. Gati? Përshëndrim dhe relaxim maksimal, okay? Ju përshëndes të gjithë dhe miq të FSHVDV, tashmë do të nisim fazën më kryesore të këtij edicioni. Jemi në Final Four, aty do përcaktohet skuadra kampione e Shqipërisë. Është mbyllur një kampionat i gjatë i sezonit rregullt, i pasur me emocion në 36 javë, aty ku në vendin e parë mbylli Vllaznia. Më pas Elbasani, Egnatia dhe Dinamo, por tashmë një kampionat tjetër nis. Se i qëndron për para Vllaznia. Mala, Hakimi për Balan. Devijim me kokë Bekim Balajt. Shkon jashtë kuadratit.
kërkon majt për penal Berishën. Ka mundësi të shpejt është dinamik Berisha, vjen ndryrja e Bajramit dhe këtu gabon shumë Melos Bajrami. Vjen kartoni 2 i verë dhe rrjedhmërisht kartoni kuq. Sulmi i shpejt i Diabi. Ekip të Bernard Berishës. Berisha shumë rrezikshëm aktivizimin e tij. Bernard Berisha ka shqetësimin e Gulishtës. Njëherë Berisha gjen mjaft Çardaku që mund provojë edhe vetë. Çardaku në anën tjetër për Malomo, gjuhet kjo. Kalon përpara Dinamo. Në krosimi nga këndi është i lartë, zemër zonës, bala e Mote, mundohet, nuk arrim dot Tafili. Tashmë, porta është e boshatisur, Pols mundohet, fitoj topin, nuk arrim dot portieri dhe porta është e boshatisur, mund provoj Dinamo të shërojë dhe dytin këtu. Mustafa për Bright James, porta është e zbrazur. E dorëzon për Nani dhe njerë James, dhe këtu mundësia, vjen goli dytë. Bright James, 0-2, game over. Napet bëj foto. Rivjer. 0-2 për Dinamo City në fal golave të Malomos dhe James dhe blut fal kësaj fitoreje rrisin shanset e tyre për të arritur titullin, ndërkohë dëshpërim në kampin shkodran për një humbje që i ndërlikon llogaritë e tyre, aq më tepër ndaj një skuadre që e mbylli sezonin e rregullt në vendin e 4 e shumë pikë mbrapa pas 36 javësh. Patjetër që jam shumë i kënaqur sepse kishim vetëm 2 ditë kohë që ta përgatitshim neshën, duke parë dhe mungesat që kishin, si Aldo, si Sali mungonin, Bruno luajti me injeksione, gjithashtu edhe Qefalia kishte probleme që nuk mundi dot të kalonte pjesën e zemrës. Mungonte Neziri, mungonte goloshenuesi i ekipit Devi Bregu, mungonte Andre, kohë e limituar që kishin në dispozicion. Jam shumë i kënaqur nga çuna dhe i falenderoj për shpirtin e garës dhe karakterin që tregon. Nuk luajt me mirë, ishim nervozum. Krijum rastet tona, pjesën e parë nuk e bëmë të mirë. Erdhën duke arrit lojën, pjesën e dytë e majtë në kontroll, Kartela kuqe prishi balancat, do të me kanë matë stoftë, do të edhe barazim se nuk po e një litar mangut, edhe barazimi do të ishte i mirë në këta momente, po gjithsesi gabum, edhe thash, gabum një moment që su dote me gjithate kishim besim veri, po janë në dy neshe, qëse do i fitojmë të dyja, prap kemi shanse të në Po ishte një ndeshje shumë e organizuar ose taktikisht shumë e mirë nga ana jonë. Besoj që ja arritëm qëllimit që kishim, të tregojmë gjithve se nuk dorëzohemi, do luftojmë gjitha ndeshjet fort, edhe shpresojmë vazhdojmë kështu, vjen shumë keq për gjithë për gjithë shkodrën, për këtë ndoshta disfat, por që kjo është futbolli edhe të shikojnë ndeshje të tjera edhe shpresojmë që edhe ata jemi gjithë kënaqur me lojën e bukur. E papritur është vërtet kjo, sepse Dinamo kishte harxuar shumë energji në mesjavë. Ndoshta thash, ai presioni i madh që duhet me domos, ishim shumë nervoz, kështu që kjo humbje na i zbe pak ato objektivat drejt titullit, po gjithsesi thash, janë dy ndeshje, në qoftë fitojmë të dyja prapë vjen aty. Unë mundohem gjithmonë ta jep më të mirën, të ndihmoj skuadrës në çdo ndeshje që kam luajtur, munduhet gjithçka që kam ta jep, pavarësisht në disa raste ndoshta nuk kam pas hapësirë ose nuk e kam shfrytzuar momentet që kam pas, por shpresoj që këto dy ndeshje në vazhdim të fitojmë edhe të arrijmë qëllimet si klub që i kemi.
Në 7 ndeshjet e këtij edicioni, sfidat mes Vllaznisë dhe Dinamositit kanë prodhuar 12 gola. Kjo fitore bëri dhe diferencën në përballjet direkte, pasi ishte suksesi i tretë për skuadrën e Dajës, kundrejt 2 fitoreve të besuarve të Martinit, ndërkohë që 2 përballje janë mbyllur në barazim. Një ditë më vonë ishte radha e Elbasanit dhe Egnatias për të nisur rrugëtimin e tyre në Final Four. Elbasani kishte mundësinë që të merrte Aratin e të afrohej me titullin e shumë dëshiruar, ndërsa në anën tjetër, pas humbjes së Vllaznisë, Egnatia kishte shansin më të mirë për të bashkuar me skuadrat e Kreut. Dëshira për titullin e munguar prej 20 vitesh ndjehej edhe tek tifozët e Elbasanit, të cilët ishin të shumtë në numër në mbështetje të skuadrës së tyre. Ju përshëndes miq në FSHV me pamjet e drejt për drejta nga stadiumi Erl Benja, ku do të luhet sfida e dytë e Final Four, një kompeticion që do të përcaktoj skuadrën kampione të Shqipërisë për këtë edicion, ku janë 4 skuadra të cilat garojnë me njëra tjetrën me të njëjtin objektiv. Do të jemi sot me sfidën mes AFO Elbasanit dhe Egnatias, dy ekipe që ndahen nga vetëm 3 pikë në renditjen e përgjithshme, me Elbasanin që ka grumbulluar 31 pikë, ndërkohë që 3 më pak ekipi kampion fuqi Egnatias Rogozhinës. Teksa pritet vëshëllima e gjyqtarit kryesor ndërkombëtarit Eugene Xhaja për të nisur kjo sfidë e dytë e Final Four. Në stadiumin Erl Benja shkelmohet topi mes Elbasanit dhe Egnatias. Gruda ndolën e forcës, mjaft mirë, ka një kontakt, shohim goditje dënimi, pretendohet 11 metrësh tek Rogozhinasit, por stoik në mendimin e tij Eugene Xhaja është i bindur se ndryrja ka qenë në kufin të zonës, karton i verdh për më tepër.
zjathë një pasim për Gjoran Lejthin, mjaft mirë fillon në zonë Lejthia, e ka mundësin Lejthia, shërben në kraun tjetër, topi devijuar dhe largon mjaft mirë Aliev, tjetër tentativ, ndalet përsëri. Çfarë mundësie për Elbasani, minuta 22. Fernando, mjaft mirë e ul Gruda, ka mundësin Bakayoko, çfarë goli realizon Egnatia, minuta 29, Somajla Bakayoko. Fernando rikuperon Kreziu, pasimi për Bakayoko mjaft mirë, e punon topin Bakayoko në të djathtë, Kreziu sërish, Hajme ka hapësirë në harkimi, kraun tjetër Gruda e kthen, Bakayoko provon, shënon përsëri, Somajla Bakayoko. Elbasani 0, Egnatia 2, përsëri ai Bakayoko merr përsipër statusin e heroit. Gjen korridorin me Fernando, nuk provoi Fernando, çfarë goli, 0-3 Egnatia, Fernando Medero. Fernando. Heladesa dhe njëherë, Flamur Ruçi rrotullohet në zonë, Ruçi! 11 metër shtot Gjaja, do të kemi penalti për Egnatian. Në gjithë vërshëllima bëhet gati Aleksi! Me një panenka realizon fantastik Albano Aleksi! Një fitore e thellë për Egnatian, që jo vetëm barazohet me pikë me Vllaznin dhe Elbasanin, por i kthen besimin se mund të ruajë fronin e kampionit ku qëndron për 2 edicione me radhë. Zhgënjim të Elbasani, që e nisi Final Four me shumë entuziazëm, por tani duhet i bëjë përsëri llogarit nga 0. Normal që përballë kemi kundërshtar si Elbasani, që me merit ka qenë një nga pretendentët kryesorë dhe ndoshta është akoma për fitimin e titullit. Ne nuk dëshova asgjë me të vërtetë. Vetëm vazhdimsinë dhe besimin që lojtarët kanë tek grupi, tek cilësitë e tyre, por mbi të gjitha edhe tek çfarë mund bëjnë ata akoma më mirë. Ne jemi, si do të them, shumë mërzitur, sepse ishte një mundësi mirë për ne, do hapum Final Four me një fitore, por doli si doli, ne jemi shumë mërzit, por Ignatia mériton, mund të them mériton, edhe ishte sot skuadra më e mirë. On a fait un très bon match aujourd'hui, après la défaite en finale et tout. Ce qui est positif est que les coéquipiers sont restés un peu plus concentrés comme on l'a dit. On a perdu la finale, on a laissé la défaite derrière nous. On est focus sur les autres 3 matchs qui viennent. Parce que pour nous, les 3 matchs qui viennent, c'est comme une finale pour nous. Donc chaque match, c'est comme une finale. Donc on va à fond et à la fin, on verra ce que ça va donner. Ne kemi bërë asgjë. Në momentin që akoma nuk kemi vend të parë dhe në momentin që kemi vend të parë, kemi bërë një hap, por jo hapin final.
Kemi dhe 2 ndeshje shumë të rëndësishme, shumë të vështira, si përballë Vllaznisë, po edhe përballë Dinamos. Jo më kot janë skuadrat lidere të kampionatit. Gjithsesi, unë mendoj që e para të shohim si kemi gjendjen e lojtarëve, se ne kemi pas më pak ditë në dispozicion për të rikuperuar lojtar, ndërsa Vllaznia dhe Elbasani kishin një javë të plot minimumit. Gjendja e lojtarëve do na japë edhe një mendim më të qartë edhe më të saktë se çfarë mund të bëjnë dhe si mund ta përballojnë Vllaznin dhe për të marrë atë rezultat që ne kemi qëllim. Nuk mund të them çfarë është problem sepse do flasim me qyna, do bëjmë analiza, por vetëretën është nuk kemi në forma optimal. Çfarë mund do bëjmë, do shohim, do flasim me qyna sepse kemi 4-5 ditë deri në ndeshje radha si kundër Dinamo, edhe do provojmë për to 4-5 ditë do bëjmë shumë gjërat më mirë. Parce que l'équipe elle est vraiment top, mentalement on est vraiment bien et avec les entraînements, la cohésion, ça passe bien. Et comme j'ai dit, le match passé, on a pris un carton rouge qui a pénalisé l'équipe. On a joué à l'infériorité numérique, du coup, franchement, c'était pas facile, mais ils se sont battus comme ils pouvaient. Et aujourd'hui, on montre qu'à 11, on est plus fort. Deri në Final Four, Egnati ishte në disavantazh ndaj Elbasanit, por pikërisht në fazën finale e regjistroi fitoren më të thellë mes tyre, duke krijuar një avantazh në përballje direkte. Java e ardhshme do të rezervoj të tjera surpriza në Final Four, ku Vllaznia do të ndeshet me Egnatian, ndërsa AF Elbasani do të përballet me Dinamo Cityn. Derisa është pjesë e Final Fourit, çdo kundërshtar është i rëndësishëm dhe çdo kundërshtar e ka merituar atë pozicion që është. Do ta vlerësojmë maksimalisht, siç kishim vlerësuar dhe Vllaznin. Fund fare ne do bëjmë punën tonë, jemi Dinamo, do futemi për 3 pikët, pastaj ta fitojmë më mirë. Unë si trener, stafi tim, direktorët gjithë bashkë, do provojmë do bëjmë shumë gjërat më mirë, do provojmë do bëjmë gjithë çfarë mund do bëjmë. Është e vështirë, por nuk është pamundur. Elbasani ka një skuadër shumë të mirë. Besoj që nëse paraqitemi si në këtë ndeshje, besoj se do të arrijmë qëllimin që kemi edhe atë ndeshje ta fitojmë. Për mua çdo përballje në Final Four është decisive. Ne do mundohemi të bëhemi pragmatist dhe të qëndrojmë serioz. Nuk duhet të fluturojmë me këtë rezultat 4-0, me thënë vërtet, sepse edhe Elbasani pjesë duhet na vurin vështirësi në disa situata me ndryshimin e sistemit. Në fund fare duhet të bëjmë hapa të sigurt edhe të qetë. Nuk duhet të kthehemi si gjatë sezonit të rregullt, ku kemi pas shumë lohatja dhe brenda një ndeshje nuk kemi pas stabilitetin duar të lojës. Edhe brenda një ndeshje, po edhe në ndeshje të caktuara. Ndeshje e fortë, s'ka si ndeshje të lehtë, nëse sot e mendoshim pak më të lehtë sepse Dinamo ishte më alollon dhe ishte pothuajse jashtë objektivave. Ndeshje tjera janë më të vështira si Egnati dhe Elbasani, kështu që shohim presim Egnatin pastaj flasim. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit, nous, les 3 matchs, c'est comme une finale pour nous. Là, on a franchi le premier cap qui était Elbasan. Maintenant, le deuxième match, c'est contre Vllaznia. Pour nous, c'est comme une finale. On joue et à la fin, on verra ce que ça va donner. Nous, on envoie tout, comme ce match aujourd'hui, à 100%. Comme ça, à la fin des 90 minutes, on verra bien quel résultat nous réserve. Mais on est focus sur l'objectif, ce qui est d'être une 3e fois champion d'Albanie quand même. Ouais.